Gaforia. Kemi në këto momente disa ndryshime vërtet shumë të rëndësishme të cilat mund të bëhen dhe pak të lodhshme, sepse i duhet që të bëj kujdes pothuajse nga çdo anë, por që gjithsa javë do të vazhdojmë që të kemi të njëjtat tema. Mund të përballemi me situata vërtet shumë të agravuara. Pavarësisht të gjitha fortunave që mund të krijohen gjithsej javën në jetën e saj, duhet të vazhdoj që të mbaj qëndrimin e saj stoik, pra, që të jenë vërtet më të qëndrueshëm në mënyrë që të kemi, siç e përmenda, një javë pak më pozitive. Për shenjën e Gaforës është një periudhë në të cilën kam punuar vërtet shumë, kemi pasur vërtet shumë sfida, sidomos për sa i përket karrierës, dhe kjo punë mund mos ketë dhënë rezultatin të cilin ata kanë menduar që meritonin. Kemi filluar që të vëmë re rezultatet, por janë shumë të ngadalta dhe kjo mund t'i bëjë ata që janë të shenjë Gaforës që të humbasin vetbesimin dhe të heqin dorë pikërisht në momentin e fundit, ndërkohë që kjo është java vërtet vendimtare. Të gjitha ai stres që mund të jetë akumuluar nga hëna e plot që ndodhet tek shenja Krevi për Gaforën, gjithsej javë do të fillojë që të tretet dhe kjo do të shndërrohet në diçka pozitive.